Përshëndetje të dashur miq, jeni me edicionin e lajmeve të gjuhës shqipe në televizionin Nova. Heidel, i dërguar i posaçëm i Ministrisë së Jashtme gjermane për krizën në Maqedoni, diplomati Johannes Heidel, pritet që në fund të javës të mbërin në Shkup që të fillojë misionin e ndërmjetësimit për zgjedhjen e krizës politike. Ambasadori Heidel të martën dhe të mërkurën do të shkon në Ministrinë e Punëve të Jashtme në Berlin dhe pastaj do të udhëtojë në Washington, Hagë dhe Athinë për konsultime. Me njerë më pas do të udhëtojë për në Shkup. I dërguari i posaçëm i Ministrisë së Jashtme gjermane për krizën në Maqedoni, diplomati Johannes Heidel, pritet që në fund të javës të mbërin në Shkup të fillojë misionin ndërmjetësimit për zgjidhjen e krizës politike. Sipas informacioneve të fundit nga Ministria e Jashtme gjermane, thuhet se Heidel të martën dhe të mërkurën do të vizitojë Berlinin, Hagën, Athinën dhe Washingtonin, që të merr konsultime paraprake për krizën në Maqedoni. Ambasadori Heidel të martën dhe të mërkurën do të vjen në Ministrinë e Punëve të Jashtme në Berlin dhe pastaj të udhëtojë në Washington, Hagë, Athinë për konsultime. Me njëherë më pas do të udhëtojë në Shkup, ka deklaruar Martin Scheuer, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Gjermanisë. Sipas tij, nuk pritet të ketë ndryshim të pozitës së diplomatit Johannes Heidel, sepse pas përfundimit të misionit të tij si ndërmjetësues në Maqedoni, ai do të vazhdojë të kryejë funksionin si ambasador në Austri. Zëdhënësi Martin Scheuer në vazhdim thotë se ambasadori Heidel do të takohet me ekspert gjerman dhe do të jetë në kontakt të pandërprerë me Komisionin Evropian, duke i zgjeruar aktivitetet e tij në dobi të zgjedhjes së krizës në Maqedoni. Në Berlin, Heidel do të takohet me ekspert të Ministrisë së Punëve të Jashtme për të zhvilluar dhe për të zgjeruar aktivitetin e tij. Ai do të punojë së bashku me Komisionin Evropian, Shtetet e Bashkuara dhe të tjerë që kanë interes për qetësimin e situatës së vështirë në politikë në Maqedoni. Së pari, siç tha Heidel, do të përfundojnë konsultimet e nevojshme dhe pastaj do të jetë në Shkup, shtoi Scheuer. Ai ka thënë se për ambasadorin gjerman Maqedonia nuk është territori i panjohur, ndërsa karriera diplomatike e tij është e pasur duke përshkruar njëkohësisht si njeri shumë të rëndësishëm në diplomaci. Për ambasadorin gjerman Maqedonia nuk është territori i panjohur. Në vitet dhe ngjarjet e trubullta në vitin 2001 deri në vitin 2004, Johan Heidel ishte një mysafir i shpeshtë në Maqedoni. Karriera e tij diplomatike ka qenë gjithmonë e pasur me pozicione të larta, ndërsa rezultatet e brendshme përshkruajnë se një njeri shumë të rëndësishëm diplomatik, ka përfunduar Martin Scheuer nga Ministria e Punëve të Jashtme të Gjermanisë. Bashkimi Evropian pret nga liderët politik në Republikën e Maqedonisë të gjejnë zgjidhje nga kriza politike në vend. E përsëritin në emër të Brukselit zyrtar sot porosin zëdhënësja e Komisionit Evropian Maja Kocijancic. Zëdhënësja e Eurokomisarit konfirmoi se përfaqësuesit e BE-s dhe SBA-s në Shkup ndërmjetësojnë që të arrihet marrëveshja, por ishte decide se gjithçka është lënë liderëve të 4 partive të mëdha politike në Maqedoni. Bashkimi Evropian pret nga liderët politik në Republikën e Maqedonisë të gjejnë zgjidhje nga kriza politike në vend. Përsërit në emër të Brukselit zyrtar sot porosin zëdhënësia e Komisionit Evropian Maja Kocijancic. Siç paralajmëron korrespondenti Mias nga Bruksel, e pyetur nëse marrëveshja e Përzhinës arritur me 2 qershor 15 korrik vitin e kaluar përfundimisht do të pritet nëse nuk mbahen zgjedhjet e parakohshme parlamentare në Maqedoni më 5 qershor. Zëdhënësia e Eurokomisionit konfirmoi se përfaqësuesit e BE-s dhe SBA-s në Shkup ndërmjetësojnë që të arrihet marrëveshja, por ishte decide se gjithçka është lënë liderëve të 4 partive të mëdha politike në Maqedoni. Shumë mirë dihet pozita jonë lidhur me krizën politike që ende zgjat në ish Republikën Jugoslave Maqedoni. Ne si BE jemi në kontakte të vazhdueshme me partitë dhe me palët e prekura. Ne presim nga liderët në Shkup të gjejnë zgjidhje nga kriza për rrugën euroatlantike të vendit dhe për të mirën e qytetarëve. Duke folur në këtë kontekst, mund të ju them se kontaktet në terren janë ndërmjetësuar nga ambasadorët të BE-s dhe SBA-s. Analisti politik nga Kosova, Fadil Lepaja, në një deklaratë ka komentuar protestat e djeshme në Shkup si dhe përfshirjen e ish kryetarit të lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti, duke theksuar se ambicien e Albin Kurtit janë që ai të udhëheqë një lëvizje gjithë shqiptare në gjithë rajonin ku banojnë shqiptar. Lepaja gjithashtu ka komentuar edhe qëndrimet e vetëvendosjes për kufit artificial të shqiptarëve. Analisti politik nga Kosova, Fadil Lepaja, ka komentuar protestën e djeshme në Shkup të organizuar nga Këshilli Opozitar. Gjithashtu në deklaratën e tij ai ka komentuar edhe pjesëmarrjen e Albin Kurtit në protestën e djeshme. Lepaja nuk përjashtoi mundësinë për ambicjet e Albin Kurtit që të bëhet lider i një lëvizje gjithëpërfshirëse kudo që jetojnë shqiptarët, duke potencuar se lëvizja VV kufit mes shqiptarëve i konsideron artificial edhe pse janë të detyruar të respektojnë ata.
Zoti Kurti dhe lëvizja vetëvendosje konsiderojnë se kufit në mes shqiptarëve janë artificial dhe kundër interesit të tyre, prandaj nuk i njohin ata, edhe pse janë të obliguar t'i respektojnë. Prandaj edhe lëvizja ka karakter gjithë-shqiptar, dhe se për qëllimin e tyre përfundimtar mendojnë se është e domosdoshme të ketë organizim kudo ku jetojnë shqiptarët. Në këtë kuadër mund të shihet edhe angazhimi i kuadrëve nga Shqipëria në këtë lëvizje, të cilët si e dim se policia e Kosovës i kishte larguar me detyrim. Lepaja theksoi se mendimi i tij personal rreth bashkimit të shqiptarëve mbeten proceset integruese euroatlantike. Unë mendoj se nuk mund të përjashtohet mundësia që Albin Kurti të ketë ambicje të jetë lider një lëvizje gjithëkombëtare, e mbase edhe për nga reputacioni i tij nuk e ka të vështirë të shihet si i tillë, për të gjithë ata të cilët mendojnë se për bashkimin kombëtar të shqiptarëve janë të lejuara të gjitha mjetet. Personalisht, mendoj se bashkimi i shqiptarëve është i mundshëm vetëm në kuadër të proceseve integruese euroatlantike dhe se opozita në Maqedoni nuk do duhej të mashtrohet pas retorikës luftë apo konflikteve, apo të bjerë në ujërat e trubullta anti-europiane, por duhet me kujdes të punojnë në rindërtimin e marrëdhënieve ndëretnike dhe civilizuese në Maqedoni në baza të barabartësisë dhe reciprocitetit. Pas përfundimit të djeshëm të protestës organizuar nga Këshilli Opozitar, të njëjtit kanë dalë me raport dhe me disa shpjegime për ngjarjet e djeshme, ku nga Këshilli Opozitar kanë sqaruar rastin e fjalës në protestë dhe numrit të protestuesve, e cila ka ngritë shumë debat në rrjetet sociale. Nga organizatorët flitet se numri protestuesve ka qenë mbi 35.000, ndërsa burimet e afërta me partinë shqiptare në pushtet dolën edhe me shifra të tilla se numri nuk ka kaluar 4.000 protestues. Pas përfundimit të djeshëm të protestës organizuar nga Këshilli Opozitar, ky subjekt ka dalë me raporte dhe me disa shpjegime për ngjarjet e djeshme, ku kanë sqaruar rastin e fjalës se kush ka pas numrit dhe gjithë gjëra tjera. Kjo ishte protesta mbase më e madhe organizuar ndonjëherë në Shkup nga shqiptarët. Sipas përllogaritjeve tona, në këtë protestë morën pjesë rreth 30.000 njerëz që erdhën nga të gjitha anët e Maqedonisë. Përveç këtij fakti të rëndësishëm, sepse kjo masë njerëzish i mbështeti dhe legjitimoi kërkesat e kësaj proteste. Po aq e rëndësishme ishte edhe fakti se dje u përdoftua se shqiptarët e Maqedonisë përfundimisht i kanë legjitimuar dy partitë deri tanishme shqiptare, dhe në këtë mënyrë u legjitimua opozita njëmend shqiptare që dje u mlodh rreth Këshillit Opozitar. Mesazhet përçësore të shqiptarëve të Maqedonisë sipas Këshillit ishin integrimi i vendit në BE, se patjetër duhet të tërhiqen vendimet për falje, të vazhdojnë me punë Prokuroria Speciale Publike dhe asaj t'i kalojnë edhe rastet e montuara ndaj shqiptarëve si Sopoti, Monstra dhe lagja e trimave, ndërsa protesta përcolli edhe një mesazh të rëndësishëm që shqiptarët në bisedimet për zgjidhjen e krizës duhet të përfaqësohen nga ky zë opozitar, duke konsideruar se dy partitë shqiptare që janë pjesë e asaj tavoline janë vetëm përkthimi shqip i qëndrimeve të VMRO-DPMNE-s. Këshilli Opozitar i falenderon të gjithë shqiptarët që mbështetën këtë protestë. Në veçanti e falenderon Lëvizjen Besa, Partinë për Prosperitet Demokratik, Ridhinjen Demokratike Kombëtare, të përfaqësuar nga zoti Fadil Zendeli, Partinë Uniteti si dhe Lëvizjen për Reforma në PDSH. Kështu dëshmua se Këshilli Opozitar mund të jetë një strumbullar që ndërton indinë e opozitës shqiptare dhe se ky është një opsion i suksesshëm për shqiptarët e Maqedonisë. Thuhet nga Këshilli Opozitar, duke shtuar se sa i përket fjalëve në BIN, Lëvizjes Besa i ka takuar për shkak se Besa janë pjesë e Këshillit Opozitar. Një ditë pas protestës së djeshme të organizuar nga Këshilli Opozitar kanë ardhur edhe reagimet e para edhe atë nga LRPDSH Zjadin Selës, e cila ishte prezente në protesta ku sekretari i kësaj partie, Arben Taravari, i ka quajtur si tentime të turpshme të Besës dhe Këshillit Opozitar, të cilët protestën gjithë popullore e shndruan në protestë partijake. Po ashtu ka reaguar edhe BDI e Ali Ahmetit, e cila në komunikatën e saj ka pohuar se ky këshill përmes datave të rëndësishme siç është Dita e Europës apo luftimeve të Kumanovës, po dëshiron të përfiton poena politik. Dje më 9 maj, ditën e Evropës, në Maqedoni organizuan protesta nga ana e Këshillit Opozitar dhe disa partive jo parlamentare si dhe shumë organizatave jo qeveritare të tjera. Protesta mbante sloganin drejtësi, dinjitet dhe demokraci.
Në protestë morën fjalën e nderit udhëheqësit e Këshillit opozitar si Kim Mehmeti, Arjanit Hoxha, Orhan Murtezani, por edhe lideri i lëvizjes Besa Bilal Kasami. Kjo ishte arsyeja përse palët e tjera reaguan edhe pse të pranishmit nuk patën të drejtën e fjalës së nderit si lideri i LRS PDSH Ziadin Sela, përfaqësues nga Uniteti RDK apo edhe PPD. Sekretari i përgjithshëm i lëvizjes për reforma në PDSH Arben Taravari këtë skenar të Besës dhe Këshillit opozitar i quajti si turp, sepse ata sipas tij shfrytëzuan këtë protestë gjithë kombëtare për përfitimet e tyre politike. Uroj që populli shqiptar në Maqedoni të ketë kuptuar lojrat e Këshillit opozitar të Besës sipas konferencës së shtypit së tyre të mbajtur dje në fund të protestës, duhet të flisnin vetëm 2 përfaqësues për të kuptuar se kush është bajraktar, por edhe përkundër kësaj, ne në LRPDSH do të vazhdojmë të bëjmë përpjekje për bashkëpunimin e opozitës shqiptare në Maqedoni dhe njëkohësisht të denoncojmë atë që e pengojnë për kapriço personale. Ndërsa nga Bashkimi Demokratik për Integrim të Protestosh është shenjë e demokracisë. Shprehet kënaqësia që kanë qytetarët, mirë po sipas tyre ata nuk mund të përkrajnë një proteste e cila ka qëllim përfitimin personal e jo qytetar. Shqetësimi ynë është se me këtë rast, për përfitime të ulta politike, subjekte të caktuara parapolitike, pa kurfar përgjegjësie dhe pa kurfar adrese, thirrnin popullin në protesta, të cilët nuk dihet në mulli të kujt e shpihen ujin. Andaj u bëj thirrje qytetarëve shqiptar të Republikës së Maqedonisë që të jenë të matur dhe të rezervuar ndaj këtyre provokimeve të ulta, që bëhen nga individë dhe subjekte të papërgjegjshme. Bashkimi Demokratik për Integrim është duke u angazhuar me të gjitha kapacitetet e veta për zgjidhjen sa më të shpejtë të krizës politike në vend me mjete demokratike. Thuhet në komunikatën e BDI-së duke shtuar se Këshilli opozitar kanë zgjedhur data dhe ditë të gabuar për të treguar pakënaqësinë e tyre, duke u munduar të keq përdorin datat e mëdha si për shembull ditën e Europës apo ditën e luftimeve në Kumanov. Sipas ambasadorit Aivo Orav, kriza politike zgjatën shumë, që të përfundohen nevojiten vendime të vështira dhe serioze, të cilat duhet të miratohen në një kohë më të afërt nga ato që janë përgjegjëse për situatën. Ndërsa sipas zëvendës kryeministrit Arber Ademi, vendi është në krizën më komplekse, që është e paqëndrueshme. Kjo krizë politike po zgjat shumë, nuk ka kohë për të humbur. Mbeten shumë punë që të përfundohen, nevojiten vendime të vështira dhe serioze, të cilat duhet të miratohen në një kohë më të afërt nga ato që janë përgjegjëse për situatën, deklaroi euroambasadori Aivo Orav në takimin e sotëm tradicional me ambasadorët e vendeve anëtare të BE-s dhe zëvendës kryeministrat aktual dhe të mëparshëm për çështje europiane, organizuar nga Sekretarati për çështjet europiane me rastin e ditës së Europës. Vendi juaj është rast special. BE-ja tashmë ka rekomanduar 6 herë gjysmë që të fillojnë bisedimet për antarësim, por për fat të keq nuk kemi mundësi që ta bëjmë këtë. Tani duhet shumë seriozisht të mendojmë se çka të bëjmë me këtë gjysmë rekomandime dhe si të qasemi. Për fat të keq, mbetet shumë punë që të bëhet. Kjo krizë politike zgjat shumë. Ai vlerësoi se marrëveshja e Përzhinës vitin e kaluar ka qenë shpresë për qytetarët e këtij vendi dhe për bashkësinë ndërkombëtare. Për fat të keq, shtoi fjalët që e përshkruajnë më së miri vitin e kaluar. Janë obstruksione, anulime dhe moskrahasime. E kjo është vetëm mbi bregun e ngritur. Zëvendës kryeministri Arber Ademi deklaroi se është fakt që Maqedonia më së gjatë implementon BE agjendën nga të gjitha vendet në rajon dhe se nuk mund të fshihet se vendi është në krizën më komplekse, që është e paqëndrueshme. Përgjegjësia jonë si politikan është që sa më shpejt të gjejmë daljen nga kriza politike dhe të kthehemi në rrugën e integrimit të BE-s. Nuk ka alternativë tjetër për të ardhmen tonë evropiane nga mbajtja e zgjedhjeve të besueshme dhe rezultateve zgjedhore të pranuara gjërësisht, si dhe implementimi më të tjeshëm agresiv i prioriteteve urgjente reformuese me çka do të sigurojmë mbajtjen e rekomandimit të kushtëzuar momentalisht të Komisionit Evropian. Pas zgjedhjeve demokratike dhe kredibile, besoj se hapi vetëm kredibil i Komisionit Evropian, Këshilli i Komisionit Evropian dhe Parlamentit Evropian, si dhe i vendeve anëtare, është që t'japin Maqedonisë shanset që të fillojë bisedimet inkuadruese. Për 0.7% është rritur indikatori besimit në tregtinë me pakicë në tremujorin e parë të këtij viti. Gjendja financiare në tremujorin e parë të këtij viti në krahasim me tremujorin e fundit të vitit të kaluar është më e volitshme, ndërsa drejtuesit e firmave janë në pritje se do të rriten porositë për periudhën e ardhshme edhe për numrin e të punësuarve.
ku thuhet se ndikim më të madh të kufizimit të gjendjes ekonomike të subjekteve aferiste gjatë tremujorit të parë të këtij viti kanë pasur kërkesat e dobët e blerësve me 21.1%, konkurenca e rritur me 21% dhe oferta e rritur e tregut me 15%. Për 0.7% është rritur indikatori besimit në tregtin me pakicë në tremujorin e parë të këtij viti, krahasuar me tremujorin e parë dhe të tretë të vitit të kaluar, vlerësojnë drejtuesit e firmave publikoi sot enti shtetëror për statistik. Gjendja ekonomike e firmave në tregtin me pakicë në tremujorin e parë të këtij viti është më e volitshme në krahasim me tremujorin paraprak, ndërsa më e volitshme është edhe në krahasim me tremujorin e parë të vitit të kaluar. Drejtuesit presin që gjendja ekonomike të jetë e volitshme në 2 tremujorët e ardhshëm, sasia rezervave është zvogëluar në krahasim me tremujorin paraprak. Gjendja financiare në tremujorin e parë të këtij viti në krahasim me tremujorin e fundit të vitit të kaluar është më e volitshme, ndërsa drejtuesit e firmave janë me pritje se do të rriten porositë për periudhën e ardhshme dhe për numrin e të punësuarve. Çmimet me pakicë në tremujorin e parë të këtij viti janë rritur në krahasim me tremujorin e 4 të vitit të kaluar, ndërsa pritet për çmimet më shitje në 3 muajt e ardhshëm janë se do të rriten. Ndikim më të madh të kufizimit të gjendjes ekonomike të subjekteve afarise gjatë tremujorit të parë të këtij viti kanë pasur kërkesa e dobët e blerësve me 21.1%, konkurenca e rritur me 21% dhe oferta e rritur e tregut me 15%. Nga Prishtina mësojmë se Kosova do të ketë përkrahjen e plotë të Parlamentit Evropian në momentin kur rekomandimi për liberalizimin e vizave do të shkojë atje. Kështu ka thënë nënkryetaria e Parlamentit Evropian Ulrike Lunacek. Për më tepër informacione të ndjekim kronikën në vazhdim. Kosova do të ketë përkrahjen e plotë të Parlamentit Evropian në momentin kur rekomandimi për liberalizimin e vizave do të shkojë atje. Kështu ka thënë nënkryetaria e Parlamentit Evropian Ulrike Lunacek në një intervistë ekskluzive për gazetën Zëri. Lunacek i ka bërë thirrje edhe klasës politike kosovare që të investojnë në një përpjekje të përbashkët me shoqërinë civile dhe kosovarët e shquar që t'i bindin hezituesit nga 28 ministrat e brendshëm të Këshillit të Europës. Lunacek ka shtuar për zërin se shpreson që së shpejti Kosova do të jetë pjesë e të gjitha organeve të OKB-s. Raportuesja për Kosovën në BE ka folur edhe për zgjedhjet serbe në Kosovë dhe sjelljen e pahishme të disa zyrtarëve serb. Ndërkohë, duke folur për gjykatën speciale, Lunacek i ka bërë thirrje Bashkimit Evropian që të sigurojë në fondet e mjaftueshme për funksionalizimin e saj. Ajo ka ripërsëritur se Serbia nuk ka të ardhme në BE pa njohjen e Kosovës. Lunacek ka folur edhe për shumë çështje të tjera, ndërsa ka përfunduar duke thënë se shpreson që në 10 vite edhe Kosova do të jetë pjesë e Bashkimit Evropian. Sanchez, një prej talenteve më të mirë në botë, ka nënshkruar për klubin nga Munich, Bayern Munich. Sot ky lajm u bë zyrtar në faqen oficiale të klubit, ndërsa Besart Berisha projekton rikthim të Skënderbeu. Kështu hapen gazetat sportive Panorama Sport ditën e sotme, teksa raporton për një rikthim të mundshëm të mesfushorit të Korçarët, kurse gati 1 milion euro të intervenuar në stadiumin olimpik Adem Jashari në Mitrovic do të shtohen edhe 3 milion të tjera nga arka e shtetit. Tashmë zyrtare, Renato Sanchez të Bayerni për 35 milion euro. Bayern Munich ka arritur marrëveshjen me Benfica për transferimin e mesfushorit Renato Sanchez për 35 milion euro. Bayern Munich ka fituar garën me Manchester United për transferimin e mesfushorit të Benficas Renato Sanchez, ka konfirmuar kampioni Bundesligës. Futbollisti portugez pritet të bashkohet Red Devils, pra i ka nënshkruar kontratë 5 vjeçare në Allianz Arena dhe do të jetë përforcimi i parë më i madh i trajnerit të ri Carlo Ancelotti. Renato është 18 vjeçar dhe shihet si një prej talenteve më të mëdha në botë. Shefat e Bayernit tashmë po i plotësojnë kërkesat e Carlo Ancelottit, pasi kanë transferuar edhe Mats Hummels.
Besart Berisha projekton rikthimin të Skënderbeu. Kështu hapet gazeta sportive Panorama Sport ditën e sotme, teksa raporton për një rikthim të mundshëm të mesfushërit te Korçarët. Në lajm bombastik për Korçarët nëse ndodh me të vërtetë, pasi dihet se një tratativë e tillë është thuajse e pamundur për një sër arsyesh, nisur nga vlera e kartonit, paga dhe oferta të tjera që nuk është do t'i mungojnë Berishës që është kthyer në një idhull tek Anxhi. Sipas gazetës, janë miq të Berishës ata që flasin për një rikthim të tij në Korçë, në rast se Anxhi bie nga liga e parë ruse, ndërkohë që vetë lojtari nuk dëshiron t'i komentojë zëra të tillë, pasi është i përqendruar tek përgatitjet me ekipin e tij aktual. Gjithsesi, në Korçë ëndërroi një rikthim të Berishës. Gati 1 milion eurove të investuara në stadiumin olimpik Adem Jashari në Mitrovic do të shtohen edhe 3 milion të tjera nga Arka e Shtetit. Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit ka shpret të ndaj për investimin emergjent që janë rekomanduar nga Komisioni i Përbashkët FIFA dhe UEFA muajin e shkuar. Po ashtu edhe nga një inspektorat norvegjez i UEFA-s, që ka treguar në detaje se çfarë duhet rregulluar për të pranuar stadiumi për ndeshje ndërkombëtare. Në stadiumin Adem Jashari është parapart të bëhet hidroizolimi i tribunave, rregullimi dhe zgjerimi i zhveshtoreve, mbyllja e hapësirave të hapura jashtë stadiumit, vënia e rrethit metalik përreth stadiumit në një gjatësi prej 1 kilometër dhe lartësi të rrethojave mes 4 metra dhe 6 metra, pastaj vendosja e reflektoreve, e zërimit dhe kamerave të sigurisë. Gjithë këto punë parashikohen të kryen gjatë verës dhe stadiumi të jetë i gatshëm për ndeshjet e përfaqësuesës në eliminatoret Rusia 2018, ku Kosova pritet të lejohet të marrë pjesë. Të nderuar shikues, kjo ishte tëra për këtë edicion të lajmeve. Ju faleminderit për vëmendjen, bashkë mirupafshim.